Mirëmbrëma nderuar teleshikuesi, jemi në emisionin e dytë, një seri e nisur të mërkurën e shkuar, një seri e cila do të vijojë për rreth 12 javë në një ballafaqim të ministrave, antarëve të kabinetit, rreth 8 ministra antarë të kabinetit dhe rreth 4 përfaqësues të opozitës për çështje që lidhen me programet e dy forcave kryesore politike, pra programet e mazhorancës, programin qeverisës dhe programin e opozitës. Javën e kaluar ka qenë këtu në këtë studio ministri i financave zoti Ridvan Bode, sot është në studio ministri i shëndetësisë zoti Vangel Tavo, i cili në një panel prej dy gazetarësh do të flasë për problematikën e shëndetësisë. Është një emision që do zgjat rreth 1 orë e 15 minuta me pyetje drejt për drejta për ministrin, duke i kam kërkuar atij që të jetë sa më shpjegues dhe sa më i prekshëm për publikun e gjerë. Zoti Tavo, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Sigurisht se thash do doja që përgjigjet tuaja të adresohen sa më shumë për të jenë sa më të kuptueshme për publikun, po do t'i kërkoja edhe dy gazetarëve, zonjën Sanila Basha të shqiptaria.com. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, dhe zotit Lorenz Vangeli nga revista Java. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Vangeli, që të jenë me pyetje sa më eksplicite, sa më drejt për drejta, sa më të lidhura me atë që quhet shqetësimi i përditshëm i njerëzve dhe mundësisht sa më dinamike. Zoti Tavo, për ta nisur, po e nisun me qenë se në këtë rast e kam ruajtur këtë drejt, para disa ditësh lexova në gazetë një rast sipas të cilit ishte arrestuar një mjeke ginekologe e cila kishte bërë një abort në mbi limitin moshor. 6 muaj. Si? 6 muaj ishte. 6 muaj. E vërteta është që një mjeke ginekologe ka një mjeke në jurisdiksionin tuaj? Ka bërë një abort ose një ndërprerje shtatzanie mbas moshës së lejuar, moshës ligjore të lejuar, që është 12 javësh dhe për arsye pastaj që indikohet nga probleme shëndetësore, mund të shkojë deri 22 javë, por në këtë rast nuk ishin arsye të tilla. Mjekja në fjalë ka bërë një ndërprerje shtatzanie në moshën 22 javëshe. Kjo mjeke duhet të sqaroj që së pari në klinikën ku e bëri, ku ka bërë këtë ndërhyrje, nuk ka licencë, nuk është e licencuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Po si ka klinikat pa licencuar? Ndërkohë që unë mbaj përgjegjësi dhe Ministria e Shëndetësisë mban përgjegjësi për ato klinikat cilat licencon dhe kontrollon ato klinikat që licencon. Pjesa tjetër e aktiviteteve, se dhe klinikat janë aktivitete private, janë objekt kontrolli jo të Ministrisë së Shëndetësisë. Të mbarojmë të rastin fjalë. Për rastin në fjalë, po është ashtu sikur se thatë ju, është një ndërprerje e jashtëligjshme shtatzanie nga një person që ushtron në mënyrë të jashtëligjshëm profesionin, por ndërkohë në një ambient të jashtëligjshëm. Pra edhe personi që e ka kryer nuk ka licencë për të ushtruar këtë aktivitet, por edhe klinika në të cilin e ka bërë këtë ndërhyrje është e palicencuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, që do të thotë gjithë aktiviteti është i jashtëligjshëm dhe për këtë unë do t'i drejtohem prokurorisë, ndërkohë që shpresoj që mbas hetimit që është bërë kësaj çështje e këtij problemi nga ana e ekspertëve të Ministrisë së Shëndetësisë, do t'i vim në ndihmë organeve të drejtësisë për ta zbardhur dhe për të marrë vendimin e tyre. Një pyetje zoti Tavo, po vazhdoj sërish para se të kaloj. Ju thatë që klinikat që ju licenconi përgjigjeni vetëm për to, për kontrollin e tyre. Po një qytetar si mund dalloj një klinik licencuar nga një klinik tjetër që kryen të njëjtat shërbime? Që do thotë është i rrezikuar në rast se ai shkon në klinik ku edhe për të sqaruar qytetarët, ta kuptojnë që çdo klinik që licencohet nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë duhet që të ketë të varur në mur licencën e qendrës kombëtare të licencimit dhe të Ministrisë së Shëndetësisë që është e licencuar për të kryer aktivitetin shëndetësor në rastin konkret në këtë ambient që i është lejuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërkohë që në vijim, në vazhdimsi, do të kenë dhe një certifikat tjetër, atë të akreditimit të kësaj klinike, nga ana e qendrës kombëtare të cilësisë, sigurisë dhe akreditimit, që ka filluar aktivitetin, që do thotë, këto që janë të licencuara dhe të akredituara, kemi vendosur që të akreditohen të gjitha institucionet publike dhe private. Janë profesionalisht kontrolluara. Po ato që janë pas një lloj licencimi?
nuk mund të bëj unë, si Ministrë Shëndetësie, apo punonjës e Ministrisë Shëndetësisë, rolin as të policisë, as të hetimit tatimor, kanë të drejtë pa licencim të kryejnë aktivitet? Sikur se theksova, është aktivitet i jashtëligjshëm, jo vetëm që s'kanë të drejtë, por është aktivitet që dënohet ligjërisht dhe me rrezik. Dhe në rastin konkret, përveç dënimit ligjor, që është shumë normal, për një mjek ginekolog është edhe ai dëmtimi, do me thënë, moral, ose dënimi moral, që vetë mjeku duhet të mbaj përgjegjësinë në këto raste. Unë kam një pyetje, Zoti Ministër, me qëse jemi të kjo temë. Në fakt, vitin e kaluar, Shqiptarja.com ngriti një shqetësim shumë të madh, që ka të bëj me jo vetëm me vdekshmërinë foshnjore, po me atë çfarë ndodh në maternitetet tona. Dhe vitin e kaluar kemi raportuar në Shqiptarja.com vdekjen e një nëne 27-28 vjeçare, së bashku me foshnjën e saj në një prej materniteteve të licencuara në kryeqytet. Ju në atë kohë ndërmorët një kontroll dhe deklaruat publikisht që ndërmorët kontrolën në dy maternitetet kryesore në Tiranë. Duam të dim sa është, personalisht unë dhe opinioni publik, sa është vdekshmëria foshnjore në Shqipëri, është ajo që është deklaruar deri më tani, dhe çfarë ndodh në 2 maternitetet kryesore në Tiranë, tek të cilat vinë pothuajse të gjitha rastet emergjente nga të gjitha rrethet. Dhe sa është standardi i Bashkimit Evropian i vdekshmërisë foshnjore, se të bëjmë një krahasim? Po ta nisim nga krahasimi, mund t'ju them që Shqipëria sot i ka arritur standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket vdekshmërisë foshnjore dhe amtare. Është një shifrore, pra është një është 0.7%. Flasë gjithmonë për flasë në rang republike. Mund të ketë pasur një problem që ka një disproporcion midis shifrës reale dhe deklarimit nga ana e maternitetit në fjalë, por që nuk mund ta deklaroj sot, pasi grupi i ekspertëve të Ministrisë Shëndetësisë që është urdhëruar të ushtrojë kontroll, ka bërë një kontroll për 6 mujorin, ndërkohë që ka përfunduar, është mbyllur viti dhe jemi në pritje të numrit të deklaruar nga ana e të gjitha spitaleve, në fakt, që deklarojnë, janë detyruar të deklarojnë vdekshmërisë foshnjore për edhe lindjet, edhe abortet, edhe lindjet me seksot cezarea, pra me operacion, dhe që presim të deklarojnë nga ana institucioneve e materniteteve në rastin konkret, në fund të vitit, ose në fillim të vitit për vitin paraardhës, kështu që mbasi të marrim këto shifra, do të kemë mundësi që të shprehem në mënyrë shumë kompetente për numrin real, faktik dhe ajo që deklarohet për vdekshmërinë foshnjore. Por që ajo që vlen të theksohet është fakti që është një arritje shumë e madhe i shëndetësisë shqiptare, i obstetrikës shqiptare në rastin konkret, që i neonatologjisë shqiptare, që shifra, numri i vdekshmërisë foshnjore është më i ulti, është shumë rekord dhe na bën që të krahasojmë, të krahasoj shëndetësinë tonë me shëndetësitë shumë të përparuara. Vjen në ulje apo është ka tendencë? Ka ardhur në ulje dhe ka tendencë ulje akoma më shumë, pasi ka shumë arsye që justifikon këtë fakt të shifër. Është pikë së pari profesionalizmi i mjekëve shqiptar, edukimi i tyre i vazhdueshëm në klinikat tona, po jo vetëm klinikat tona, në specializimet të vazhdueshme, trajnimet të vazhdueshme, në klinikat të tjera të vendeve të rajonit edhe më gjerë, vjen si rezultat i përmirësimit të infrastrukturës diagnostikuese dhe trajtuese që është bërë realisht, është realizuar kohët e fundit në shëndetësinë shqiptare dhe kuptohet, kërkohet akoma përmirësim dhe po përmirësohet akoma dhe do të vazhdojë të investohet në këtë drejtim për të ulur edhe më shumë numrin e vdekshmërisë, pra vdekshmërinë foshnjore dhe amtare. Ka probleme, sikur se theksuat, kishte një rast të tillë i cili me njëherë nxiti sensibilitetin e Ministrisë Shëndetësisë, timin personal, kemi ngritur një grup, është verifikuar
rasti nga ekspertët. Zotë Ministër, grupi është ngritur ka më shumë se 4 muaj, kam përshtypjen. Është e vërtet. S'ka asnjë rezultat. Është e vërtet që grupi është ngritur ka 4 muaj, nuk është e vërtet që nuk ka rezultat. Cili është rezultat? Ka një rezultat i cili ka nxitur një analizë edhe më të thelluar në institucionin në fjalë dhe shumë shpejt do të keni edhe rezultatet cilat nuk është e thënë që të jenë thjesht deklarative, por vendimarrëse. Kem ndruar në të njëjtën pyetje dhe duke qenë më konkrete. Bëhet fjalë për një kontroll që ju keni nisur në maternitetin e vjetër të Tiranës, Nëna Mbretëresh në mos gaboj, që dëshmon se ka një diskordancë mos përputhje mes shifrave zyrtare dhe atyre në realitet. Për shembull, paraprakisht, nuk jam tërësisht i sigurt, por një burim pranë Ministrisë suaj komenton se shifra e vdekshmërisë foshnjore në këtë maternitet është 2 fish më e lartë se ajo që është e raportuar. Nuk di nëse mund ta konfirmoni ju një gjë të tillë, e para, dhe e dyta, meqense jemi sërish në një temë të tillë dhe është edhe specialiteti juaj si doktor, ka një sër klinikash të tjera në Tiranë, një lloj si klinika fatkeqe në Laprak, ilegale, që punojnë pa licencë. Ju me të drejtë thoni që jeni dorëjar si ministër i shëndetësisë sepse nuk mund t'i kontrolloni, por ju jeni pjesë e një qeverie. Pjesë e atij sistemi që duhet të mbrojë jetën, që në embrion. Keni marrëveshje, keni bashkëpunim, apo të çfarë natyre mund të jenë kjo marrëveshje dhe ky lloj bashkëpunimi me policinë e shtetit, e cila është ajo që duhet i kontrollojë ato, edhe deri me Ministrinë e Financave që nëpërmjet tatimeve. Pjesën fiskale. Pjesën fiskale. Në fakt, për çështjen e maternitetit, unë besoj se u sqarova, u bëra i qartë, pasi presim që të krahasojmë shifrat e deklaruara për gjithë vitin 2012 me shifrat reale që dalin mbas verifikimit të kartelave mjekësore të pacientëve, kështu që shumë shpejt do të kemi rezultate dhe besoj që rezultatet do të në radhë parë për sa i përket nivelit të vdekshmërisë është e padiskutueshme, pavarësisht se mund të ketë ndonjë diskordancë, është e padiskutueshme që niveli është në shifrën 0,6-0,7%, pra është një nivel shumë i kënaqshëm për shëndetësinë shqiptare që na po e përsëris, po e bën shëndetësinë shqiptare të krahasueshme me shëndetësinë e vendeve të tjera të rajonit, shëndetësinë evropiane, edhe shëndetësinë amerikane për sa i përket këtij parametri, pra këtij indikatori. Për sa i përket çështjes së klinikës, së klinikave të palicencuara ose ilegale, unë e thash që Ministri i Shëndetësisë nuk ka tagër, por askush, po të ishte në vendin tim, as drejtoritë që janë varësinë time, nuk kanë tagrin që të kontrollojnë mjekët se çfarë mund të bëjnë në një hyrje të një pallati apo dhe në vende tjera. Ndërkohë që janë organe të specializuara që mund të merren edhe me këtë punë. Kuptohet, kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me Ministrinë e Rendit, edhe për rastin në fjalë, ku, ashtu sikur se ju thash, menjëherë ekspertët e Ministrisë së Shëndetësisë sapo u deklarua ky rast nga ana e gazetave, janë marrë me këtë çështje, kanë bërë raportin e tyre në bashkëpunim edhe me strukturat e policisë së shtetit, po përfundojnë të mitë raportin teknik, strukturat e policisë së shtetit po bëjnë punën e tyre, dhe nesër do të paraqitet në prokurori për t'i ardhur në ndihmë prokurorisë në hetimin e mëtejshëm të çështjes e në vendimarrjen e tyre. Kjo që thoni ju pak a shumë do të thotë që policia e shtetit, edhe këtu në Tiranë, për të mos folur më gjerë, nuk arrin të kontrollojë dot territorin. Nuk besoj. Në fakt, po, Ministri i Brendshëm vjen dhe flet, po nuk besoj se është edhe detyre policisë së shtetit që të kontrollojë çdo hyrje pallati, se çfarë bëhet në çdo hyrje pallati, nëse banojnë ose jo, ose policia vendimore. Dhe ajo që dua të deklaroj është që nëse flasim për klinikat të tilla,
nuk bëhet fjalë që Tirana është mbushur me klinika të tilla. Pjesa juaj Si japin klinikat e tilla, zoti ministër? Pjesa juaj ka të bëjë me dërgjegjësimin e njerëzve, me fushatën sensibilizuese. Mund të ketë shumë pak raste të tilla. Edhe kjo që po thoni ju, i shërben kësaj fushate për t'u treguar njerëzve të mos shkojnë në Fakt është më mirë të themi shikuesve që mos shkelin në dyert që nuk janë certifikuara, pra që nuk japin garanci për jetën. Mund të ketë shumë pak klinika të tilla, por në përgjithësi shumë se sa e mendojmë. Shumë më pak edhe se çfarë mendojmë dhe se çfarë diskutojmë sot. Ne patëm një spital. Ajo çka është e rëndësishme. Ne patëm një spital. Ajo çka është e rëndësishme, zonja Basha, është që njerëzit kur paraqiten në një klinik ose tek një doktor duhet në radhë parë të shikojnë dhe besoj që e kanë mundësin për ta parë. Nuk e sheh tabelën. Çdo klinik e licencuar, unë kam patur rastin edhe para se të isha ministër shëndetësie, çdo klinik e licencuar ka të afishuar të varur në mur licencën e klinikës, licencën e QKL-s dhe lejen e ministrisë shëndetësisë, edhe mjeku në fjalë ka të afishuar lejen e ushtrimit profesionit nga urdhri i mjekut. Doktor, ne patëm dhe zoti ministër dhe doktor, ne patëm një rast që kemi publikuar në gazet, që një doktor në një spital në Tiranë e kuronte një njeri për kancer me thot buke. Më falë, çfarë masash mori Ministria e Shëndetësisë dhe si ka mundësi që një spital në Tiranë kuron çfarë do lloj personi për kancer me thot buke? Po, përsëri mund t'ju them që vërtet rasti në fjalë është bërë publik para 3-4 muajsh në mos gaboj. Menjëherë kemi çuar grupin e kontrollit në këtë spital, por dua të them që gjatë kohës që unë isha ministër shëndetësie edhe para këtij rasti, në spitalin në fjalë kam çuar 2 herë çdo muaj, ka një kontroll periodik çdo muaj në spitalet private, ku grupi i ministrisë, ekspertëve të Ministrisë Shëndetësisë viziton spitalet, kontrollon spitalet private, ushtrimin e aktivitetit të tyre, ligjshmërinë e ushtrimit të aktivitetit dhe standardet në ushtrimin e aktivitetit. Dhe në rastin konkret, ja për shembull ju e keni kontrolluar para 2 muaj, si dalin këto raporte? Dhe në rastin konkret e kam deklaruar përsëri publikisht, në të 2 rastet që kanë vajtur 2 muaj rresht në këtë spital, kanë gjetur dyert e spitalit mbyllur, pra ky spital nuk ushtron aktivitet shëndetësor. Është spitali mbyllur dhe vetë ju gazetarët kur keni vajtur për ta... Po e kemi gjetur mbyllur. E keni gjetur mbyllur. Atëre çfarë duhet të bëj unë? Duhet të marr një gëshër dhe të pres zinxhirin për të futur brenda apo ekspertë e mi. Pra ky spital nuk ka aktivitet më, është i mbyllur. Që do të thotë, edhe nëse një mjek me cilin duhet të merret absolutisht prokuroria dhe jo shëndetësia, ka kryer një aktivitet të tillë të palishëm, është të dënueshëm nga ana e Ministrisë Shëndetësisë, atëherë nuk është Ministria e Shëndetësisë që merret me këtë. Absolutisht urdhri i mjekut veproi drejt duke i hequr licencën këtij mjekut dhe Ministria e Shëndetësisë veproi po aq drejt duke rekomanduar, sepse ne këtë bëjmë, duke kërkuar nga QKL-ja për të hequr licencën. Për të qëndruar edhe një herë në një rast konkret për të arritur tek e përgjithshmja, një institucion i licencuar, Spitali Durrësit në Mosgaboj, ndodhi një tjetër tragjedi para pak ditësh, një vajzë 7 vjeçare humbi jetën për shkak të kurimit të gabuar. Pse ndodhi? Deri tani është kuptuar që ka qenë gabim njerëzor i mjekëve, natyrisht jo me dashje. Por çfarë mund ta pengonte atë? Mungesa e protokolleve në kurimin e pacientit. Domethënë për çdo sëmundje ka një protokoll, një vizë sjellje, se si duhet trajtohet pacienti. Unë nuk mendoj nëse në këtë rast ka munguar. Unë nuk mendoj që në rastin konkret vdekja erdhi thjesht nga mungesa e protokolleve të trajtimit. Pasi edhe pse mungon protokolli i trajtimit, çdo mjek specialist e ka të qartë shumë mirë për çdo patologji se kush është protokolli i trajtimit, pavarësisht se ky protokoll nuk është akoma, duhet pranuar dhe unë e pranoj, jam nga ata njerëz që i pranoj defektet që ka shëndetësia, pavarësisht se akoma nuk janë plotësuar të gjitha patologjit me protokollet përkatëse, në rastin në fjalë edhe pse mungonte protokolli, unë e deklaroj me përgjegjësi që nuk është mungesa e protokollit që ka sjell vdekjen e vajzës nga Durrësi, për të cilën
unë besoj se të gjithë jeni informuar. Protokolli gjyqësor është mënyra se si trajtohet. Mjeku me për rastin në fjalë, siç e dini, unë me njerë, brenda një ore nga rasti, kam ngritur në mënyrë urgjente 2 grupe kontrolli. Një e kam nisur në Durrës, një e kam nisur në QSUT dhe mbas relacionit paraprak të 2 grupeve të kontrollit, kam marrë masën e pezullimit të 2 shefave të shërbimit në spitalin e Durrësit dhe të nesërmen mbasi u kompletua nga grupi i kontrollit i ekspertëve të Ministrisë së Shëndetësisë raporti përfundimtar, kam marrë masën e pushimit nga puna për mjekun specialist që ishte përgjegjës ose mjek roje në rastin në fjalë. Por ajo që më bën përshtypje dhe që normalisht ju normal keni ardhur këtu për këtë punë, po më bën përshtypje që shikoni rastin e Durrësit, për shembull, ose në një rast tjetër të doktorit italian dhe e çuditshme pse nuk shikoni rastet shumë të vështira që vinë nga të gjitha rrethet sikur se ju e theksuat dhe që trajtohen në mënyrë shumë profesionale nga mjekët tanë dhe shpëtojnë jetë. Më bën shumë përshtypje se si nuk i bëni publicitet rasteve të ndërhyrjeve kirurgjikale që po bëhen në shëndetësinë shqiptare, nga të cilat jo vetëm që kanë shpëtuar jetë njerëzish në vendin tonë, por e kanë ngritur shëndetësinë shqiptare në nivelet e një shëndetësie shumë moderne dhe bashkëkohore. Humbja i një jete nuk barazohet me suksesin e një. Për këtë po luftojmë, që të shpëtojmë qoftë edhe një jetë, sepse mua si ministër shëndetësie më duket duke shpëtuar një jetë, më duket sinqerisht sikur po shpëtoj një botë të tërë. Por problemi është që shëndetësia, kjo është, nuk është shkencë eksakte shëndetësia. Në shëndetësi duhen pranuar edhe defektet e shëndetësisë, edhe problemet që ka shëndetësia, duhen pranuar edhe neglizhenca në raste të tilla për mjek të papërgjegjshëm, por ama duhet vlerësuar puna heroike e mjekëve shqiptarë, profesionistëve tanë, që realisht kemi shumë të mirë. Shumë dakord. E keni ju repartin e kirurgjisë sot në nivelet që duhet flasim, qoftë me vendet e Ballkanit, qoftë me vendet evropiane. Keni ju investime, apo aty tek kirurgjia në QSUT, po flasim, apo aty tek ajo kirurgji që dhe unë kam hyrë, shohim një dizastër, madje të vjen keq që duhet hysh në atë vend. Atëre, thjesht edhe për të sqaruar, është e vërtet që nga ana infrastrukturës, ne kirurgjin sot nuk e kemi në nivelet e kënaqshme. Pse? Nga ana infrastrukturës. Pse? Do ta sqaroj. Por ajo që është më se e vërtet, është që atje në atë kirurgji punojnë mjekët më të talentuar që mund të ketë rajoni sot. Atje në atë kirurgji, pikërisht shumë merë kam thënë që mjekët tanë punojnë në ato kushte që punojnë janë eroj. Dhe prapë e them. Por pse merrni përsëri kirurgjin dhe nuk merrni urgjencën e kirurgjisë, nuk merrni reanimacionin e ri, nuk merrni, ju lutem, repartin. Po flasim për një sektor që ka të bëjë direkt për ato pacientë që kanë të bëjnë. Pse nuk merrni pediatrin që është rikonstruktuar, pse nuk merrni shtatkaçin që është rikonstruktuar, pse nuk merrni infektivin që është rikonstruktuar, pse nuk merrni, atëre, të vi tek pyetja juaj e fillimit. E bëra këtë pyetje retorike pse nuk merrni këto për t'ju dhënë tashmë një përgjigje pyetjes tuaj direkte, që po është e vërtet, kirurgjia nuk është në gjendje të kënaqshme dhe unë vazhdimisht e kam thënë, e kam deklaruar, kam folur dhe me kryeministrin disa herë për të gjetur një mënyrë për të investuar dhe në kirurgji, ashtu sikur se është investuar dhe në shumë shërbime të tjera të QSUT-s dhe në të gjithë Shqipërinë ku janë bërë ndërhyrje të cilat kanë ndryshuar faqen, kanë ndryshuar pamjen e shëndetësisë shqiptare. Po, kirurgjia nuk është bërë akoma. Është një nga shërbimet në të cilat duhet të ndërhyjet urgjentisht për të ndryshuar kirurgjin. Dhe nuk ka për të ndërhyrë dhe për një kohë të gjatë, sepse ju thjesht nuk keni para. Unë asnjëherë nuk jam pesimist. Ju keni trokitur thamë po urgjenca në ç'gjendje ndodhet? Atëre, urgjenca sot e QSUT-s është një urgjencë moderne, e ngarkuar si rezultat i shkarkimit në këtë urgjencë të gjithë fluksit
jo vetëm nga Tirana, po dhe nga e gjithë Shqipëria, pritet është moderne për nga kushtet, nuk mungon asgjë. Shërbimi si është? Shërbimi është absolutisht bashkohor dhe shumë i mirë. Ajo që është problematike në urgjencë, po e them, është fluksi, të cilin do ta zgjidhim me një ndërhyrje duke e ndarë në Facebook na kanë shkruar, vetëm për ta sqaruar, në Facebook na kanë shkruar që njerëzit në urgjencë presin një kohë shumë të gjatë për të marrë mjekimin kur bëhet fjalë për urgjencë. Tani, një kohë shumë të gjatë, ajo është fjala relative sepse urgjenca është urgjencë dhe trajtohet mendon që do të trajtohet pikërisht. Njeriu që shkon për një hall i duket se është kohë e gjatë dhe ai që e vlerëson se sa urgjent është një rast e vlerëson mjeku dhe jo familjari i cili i duket shumë urgjent rasti i tij dhe jo rasti i pacientit tjetër që është në krah të tij. E vlerëson mjeku. Megjithatë, ajo që duhet të them është që vërtet e pranoj faktin që ka një fluks të rritur në urgjencë, të cilin do ta zgjidhim shumë shpejt duke bërë një ndërhyrje tek urgjenca e toksikologjisë dhe duke ndarë urgjencën e toksikologjisë nga pjesa tjetër e urgjencës dhe kjo do të çlirojë përfundimisht problemin urgjencën nga fluksi i madh i pacientëve. Kjo nuk e zgjidh problemin me gjithë vullnetin tuaj, zoti ministër, sepse ju nuk keni paratë e nevojshme në dispozicion. Buxheti i shtetit është për shëndetësinë është tërësisht i pamjaftueshëm. Thatë që keni biseduar dhe me kryeministrin, keni trokitur një ide e cila nuk ju hapet në këtë drejtim. Për shembull, thoni që doni ta shikoni me optimizëm dhe jo me skepticizëm, siç është detyra jonë si gazetar ta shikojmë. A mund na thoni, keni parashikuar ndërhyrje tek reparti kirurgjisë në këtë vit? Apo diku gjetë? Me aq pak para sa keni? Me atë mal borxhesh që të trashëguar që keni... Kam përshtypjen do 20 milion euro. Keni rreth 20 milion euro borxhe. Pa dyshim që është parashikuar ndërhyrja në kirurgji, kuptohet nuk është parashikuar një ndërhyrje e menjëhershme emergjente. Me sa buxhet, zoti ministër? Duhet pranojmë dhe momentin në cilin ndodhemi, gjendjen buxhetore në cilin jemi, unë këtë e pranoj, por mos harrojmë që jo të gjitha bëhen me një të hapur e të mbyllur të Chelsea ose syve. Me sa buxhet do ndërhyjë? Atere ju lutem, mundem të përfundoj. Atere, buxheti i shëndetësisë ka një rritje edhe për këtë vit. Unë e kam deklaruar dhe herë tjetër dhe po e përsëris prapë sot këtu që jam nga njerëzit që pranoj dhe atje ku ka probleme, të them po ka probleme. Po, buxheti i shëndetësisë... Ju duhet të pranoni që s'keni para. Po, buxheti i shëndetësisë nuk është i bollshëm. Do të duhej më tepër buxhet. Patjetër që do të duhet më tepër buxhet për shëndetësinë. Unë jam nga ta që do të thoshja, unë si mjek, ndoshta do të duhej 1 kilometër më pak autostrat për të ndërtuar atë spitalin që duhet ndërtohej. Po ajo varet nga këndvështrimi i gjithë secilit. Qeveria, kryeministri ka parë, jo se ka harruar shëndetësinë, këtu duhet ta theksoj, absolutisht shëndetësia ka qenë prioritet, por ka parë si të arsyeshme që infrastruktura e cila ka nisur dhe është një hop shumë cilësor në një periudhë kaq të shkurtër, infrastruktura ka parë ndryshime rrënjësore në vendin tonë, rrugore sidomos. Zoti ministër, jemi te shëndetësia, jo te Atëherë, me që jemi te shëndetësia, po ju them, është e vërtetë që duhet më tepër buxhet. Nuk është se buxheti është i bollshëm, sepse ky buxhet aktual i Ministrisë së Shëndetësisë, flas për spitalori tani, mos ndahemi tek parsori, në total, po të shkonte në total vetëm për të plotësuar nevojat e QSUT-s, atëherë mund thoshja që është buxhet i mjaftueshëm në bazë të kërkesave që ka. Por këto janë mundësit, me këto mundësi, e rëndësishme është për mua që të përmirësojmë menaxhimin, që ky buxhet që është aktualisht, është i mjaftueshëm, jo i bollshëm, nëse mirë menaxhohet. Nëse nuk shpërdorohet... Ka shpërdorime? Nëse nuk shpërdorohet... Ka shpërdorime? Padyshim që ka shpërdorime. Ku janë? Nëse nuk shpërdorohet dhe nëse medikamentet, tenderimi, prokurimi, mënyra e prokurimit dhe deri në hallkën e fundit që është pacienti kontrollohen. Dhe për këtë ne po bëjmë një përpjekje. Si është gjendja aktuale në këtë pikë? Sot ka shpërdorime? Ka probleme? Ka akoma probleme. Ka probleme sepse ne nuk kemi një zinxhir kontrolli nga momenti i prokurimit, sikur se e thash, deri në momentin, deri te hallka e fundit që është pacienti. Ka shpërdorime, ka njerëz të cilët mund të jenë të veshur dhe me bluzat bardha dhe që abuzojnë
me profesionin, këtu e kam fjallën për personelin e mesëm të kuptojmë asnjëherë mjekët, të cilët mund të abuzojnë me medikamentet dhe normalisht kur shkon një pacient i thonë nuk kemi medikamente, por Po që pra, në këtë fakt... dojë të pyesa, është vërtet që në spitale nuk kam ilaçe për trajtimin e të smurëve? S'ka as doreza për duart. Ju lutem. Nuk kanë as doreza. Në fakt, sikur se e theksova, ky buxhet vërtet nuk është i bollshëm, por është i mjaftueshëm për të patur medikamentet bazë në të gjitha spitalet e vendit. Prandaj kërkohet një mirë menaxhim ose menaxhim më i mirë i fondeve aktuale, i buxhetit aktual dhe një planifikim më i mirë dhe një ndarje më e mirë ose financim më i mirë i sistemit shëndetësor spitalor në bazë të kërkesave dhe të nevojave reale që ka ky sistem. Nëse, dhe këtë përpjekje po bëhemi, dhe nëse do arrim që të bëjmë një mirë menaxhim të fondeve që kemi, një ndarje më të mirë ose një financim më të mirë të sistemit spitalor, dhe ajo që është më kryesorja, një kontroll të gjithë halkës, të gjithë zinxhirit të qarkullimit të medikamenteve, unë jam i bindur që medikamentet bazë në QSUT nuk dhe në gjitha spitalet e vendit nuk kanë për të munguar. Kjo ishte edhe arsyeja ose bindja ime e plot që në momentin e parë që mora pozicionin e Ministrit Shëndetësisë kur kam deklaruar që po në QSUT dhe në gjitha spitalet e vendit nuk do të mungojnë medikamentet. Po pse mungojnë? Dhe ju lutem. Medikamentet pse nuk e bani dot këtë barë? Ju jap një provë. Ju lutem një sekond. Sot, nëse doni, unë jam gati tani me një kamerë të klanit, të shkojmë në QSUT pa mua, pa prezencën time, të shkojmë në QSUT, shkoni në QSUT dhe pyesni në urgjencë. Kam qenë vetë disa herë, jo një herë, pyesni në reanimacion, pyesni kudo në të gjitha shërbimet e QSUT-s, ka apo nuk ka medikamente. Vërtet, po, jam gati ta provojmë tani, unë t'ju ndjek që këtej ju shkoni me kamerë atje. E kam provuar në një emision tjetër televiziv dhe u kam thënë shkoni kanë vajt, ju lutem, e kam provuar, kam vajtur kamerat, Sfida madhe është Lorenz. Unë jam gati dhe unë ju sfidoj. Keni vajtur me porositë. Jo, unë nuk kam qenë fare. Po gjithë në këtë moment po shojnë këtë emision. Ju lutem, atere duat t'ju sqaroj diçka. Ne nuk i kemi të gjitha medikamentet në QSUT. Dhe asnjëherë s'kemi për të patur të gjitha medikamentet, gjithë spektrin, gjithë gamën e medikamenteve që qarkullojnë në Shqipërinë QSUT. Ju lutem ta sqaroj. Ju lutem, t'ua them pse. Por ne kemi të gjitha medikamentet e nevojshme për të trajtuar të gjitha patologjitë në QSUT. Nëse ne nuk kemi pencilinën, kemi një analog të pencilinës që gjendet në QSUT dhe që e trajton një lloj të sëmundje. Atëre, mora një shembull, nuk thash që nuk kemi pencilinën. Më mirë kuptoni, ju lutem se flas besoj profesionistët që më dëgjojnë më kuptojnë. Pra, nëse nuk kemi një lloj medikamenti, ne kemi analogun e këtij medikamenti që trajton një lloj të sëmundje. E trajton të sëmundje një lloj. Dhe në QSUT shkojnë i blind vetë medikamentet. Unë e besoj. Unë e besoj, jo, ju lutem, mos e egzagerojmë. Ju lutem, ka raste dhe kjo ishte arsye që unë isha i pari që kam kritikuar sistemin. Ka raste që ka ndodhur që nuk ka pas medikamente në QSUT. Dhe e kam thënë, arsyeja kryesore e mungesës së medikamenteve në spitalet tona është mënyra e prokurimit medikamenteve. Për shkak tenderave. Se, ju lutem, mos e ke kuptoni fjalën prokurim dhe me njëherë për shkak të tenderave. Jo, për shkak të mënyrës së prokurimit medikamenteve. Mënyra e prokurimit medikamenteve kam deklaruar publikisht, e kam thënë në qeveri, disa herë mund të zbardhni proces verbalin e qeverisë do ta shikoni, e kam thënë në qeveri dhe kam thënë, duhet të ndryshojë mënyra e prokurimit medikamenteve. Prokurimi medikamenteve nuk është një lloj sikurse të prokurosh ndërtimin e një godine. Nëse një tender, një prokurim dështon në ndërtimin e një godine, po punë e madhe nëse do fillojë mbas 3 muajsh. Por ama nëse një prokurim dështon në medikamente, do të thot 3 muaj vonesë në furnizim të spitaleve me medikamente. Kjo është arsyeja kryesore pse mungojnë medikamentet dhe materialet e konsumit në spitale. Ka shërbime që një minutë, pse nuk ndron ky? Pra, se ligjin njerëzit e bëjnë, me që ky ligj ka problem, pse nuk ndron ky? E kam kërkuar këtë në qeveri dhe me thënë drejtën kam gjetur mbështetjen e plot të kryeministrit, por për
faktin e direktivave të BE-s që nuk mund të përjashtojmë nga prokurime dhe për të shmangur, ju lutem, kjo është e vërtet, për të shmangur abuzimet në tendera, është menduar që kjo skem të jetë e njëjtë për të gjitha llojet e prokurime. Megjithatë, në këto kushte jam si ministër shëndetësie kam nxjerrë një urdhër tjetër që prokurimi i medikamenteve të bëhet i centralizuar dhe shpërndarja e medikamenteve drejt spitaleve të bëhet po aq i centralizuar në mënyrë që rrugës mos të kemi rrjedhje. Do me thënë që kërkesat e spitaleve, të gjitha spitaleve, në bazë të kërkesave që bëjnë shefat e shërbimit, vinë në Ministrinë e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë merr të gjitha kërkesat dhe shikon atë që thash pak më përpara, nëse mungon një medikament, është analogu. Dhe atëherë shikojmë që në ndër totalin e kërkesave mund të jenë 400 medikamente që kërkohen nga të gjitha spitalet, por ndër këto 100 janë të ngjashme me njëra tjetrën. Atëherë do të shikojmë cili spital kërkon sasinë më të madhe ose për cili medikament është kërkesa më e madhe, në mënyrë që duke shtuar sasinë, numrin e medikamentit, pra sasinë e një medikamenti, të ulet çmimi i medikamentit. Këtë tentojmë të bëjmë, që të bëjmë një mirë menaxhim. Pra për të marrë çmim më të mirë në shumicë se sa duke blerë secili spital. Padyshim që kur një mall e blen me shumicë, do ta marrësh me çmim më të ulur. Kjo është dhe arsyeja që unë kam urdhëruar ndryshimin e formës së prokurimit të medikamenteve për të shmangur edhe abuzimet, por për të gjetur dhe një çmim më të lirë në treg, përderisa sasia që do të tenderohet është shumë e madhe se sa sasia me disa medikamenteve që tenderohen për një njësi shumë më të vogël, siç mund të jetë një spital rrethja apo një spital rajonal. Dhe një pyetje, zoti ministër, çdo njeri që troket në spitalin shqiptar, i siguruar apo jo, që paguan kontribute apo jo, mjekohet njësoj? Çdo njeri nuk mund të trajtohet njësoj, në kuptimin nuk mund të trajtohet pa paguar, sepse trajtimi është i njëllojt. Jo, pa paguar flas, a i shërbehet njësoj? I shërbehet pa diskutim njësoj, disa që nuk janë të siguruar, janë detyruar të paraqiten sportel të paguajnë dhe më pas të marrin shërbimin, ata që janë të siguruar... Zbatohet kjo praktik? Absolutisht po, sepse nuk ka mundësi të bëhet ndryshe, se spitalet sot nuk është se financohen drejt për së drejti nga Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë harton politikat. Spitalet financohen nga Instituti i Sigurimeve dhe Kujdesit Shëndetësor dhe është ky institut që bën kontrollin e financave dhe të menaxhimit të financave nga spitalet përkatëse, nga njësitë përkatëse spitalore dhe parsori në të njëjtën mënyrë. Kështu që nuk ka asnjë lloj mundësie që të kemi një shmangje nga kjo rrugë, nga kjo procedurë. Kuptohet, a ka raste të tilla sporadike në përrethe të largëta, ku edhe kontrolli nuk arrin të jetë në mënyrë të vazhdueshme, edhe mund të ketë. Nuk mund të them, nuk e përjashtoj që nuk ka. Por, në përgjithësi, kjo zbatohet, ai që është i siguruar paraqitet me librezën e sigurimit dhe një mjet identifikimi, dokument identifikimi, dhe merr trajtimin falas. Ai që s'është, padyshim që do... Vetëm një sekondë, një ndërhyrje këtu. Është e vërtetë që kartat e identitetit do përdoren dhe si karta mjekësore, pra do futen dhënat në çip? Po. Që çfarë parashikon? Do t'ju sqaroj. Është projekti që financohet nga qeveria austriake, është e-healthy, që ka përfunduar tenderimi, presim që në fund, këto ditë do me thëmë, presim kompaninë austriake cila ka fituar tenderin, të vi dhe të filloj me implementimin e këtij projekti. Çfarë do me thënë? Do me thënë elektronizimi i gjithë sistemit shëndetësor, që do të filloj nga sistemi shëndetësor spitalor edhe parsor në të njëjtën kohë. Pacientët, qytetarë shqiptarë, të gjithë pa përjashtim, do të përdorin kartën e identitetit, në atë cipin e kartës e identitetit, do të jenë të gjithë të dhëna gjithë rekordi shëndetësor i pacientit, generalitetet dhe gjithë rekordi. Çfarë analizash ka bërë, çfarë vizitash ka bërë, kur është vizita e ardhshme, kur e ka bërë vizitën paraardhëse. Pra çdo vizitë që do bëhet ti do të çosh kartën e identitetit dhe do shnohet në çipin e saj. Dhe kartën e identitetit nuk është të thënë që unë jam nga Gjirokastra dhe duhet patjetër ta paraqes Gjirokastra. Këtë kartë mund ta paraqes në Tropoj dhe të marrë shërbimin në Tropoj dhe automatikisht... Po ka mjek në Tropoj, zoti ministër, se nuk ka mjek? Kam përshtypjen që në të gjitha spitalet e rretheve kemi një mungesë... Si ka mundësi nëse nuk ka mjek
si ka mundësi që këta njerëz trajtohen edhe në Tropoj dhe kudo në të gjithë në katër anë të këtij vendi. Padyshim, mungesën e mjekëve në përreth dhe përqendrimin e tyre në Tiranë. Padyshim që ka një problematik, por jo se nuk ka mjek. Ka një problematik. Mirë, dakor, të më thë ka mjek, ka infermier, okej, Atere, ka një problematik të mungesës mjekëve specialist, sidomos në rrethet e largëta, sidomos në pjesën veri lindore. Jo, më falë, zoti ministër, t'ja u bëj konkrete. Keni evidentuar ndonjë rast deri më sot që jeni ministër, që në Tiranë kanë ardhur mjek nga rrethet dhe ju i keni parë dhe i keni pranuar që s'ka problem se ky rreth nuk ka ndonjë mjek, po këta janë Tiranë. Më lejoni që t'ju sqaroj edhe këtë në përgjigjen që kisha planifikuar për të dhënë në e keni evidentuar këtë? Kisha parashikuar që t'ju përgjigjesh edhe për këtë. Pra, ka një problematik të mungesës së specialistëve, sidomos të disa specialiteteve në rrethet, sikur se ju thash, të largëta apo në rrethet malore verilindore. Po pse i jepni leje për Tiranë, zoti ministër? I lutem, do ta sqaroj. Kjo vjen si rezultat i lëvizjes mjekëve nga këto rrethe sidomos në Tiranë, por edhe në rrethet tjera Durrësi apo Kavaja që janë afër Tiranës. Kjo është një gjë e trashëguar, ka filluar që mbas viteve 96, 97 dhe në vazhdim, dal nga dal, është një fenomen pra i trashëguar, është një fenomen shqetësues dhe që në momentin e parë që kam ardhur në Ministrinë e Shëndetësisë. Këtë mund ta verifikoni. Kam nxjerr një urdhër tjetër dhe kam thënë, as edhe një tjetër çdo më thënë, ka pasur një urdhër. Edhe ju e përveç ndryshuar. urdhrave të tjera që kam pasur, që kam nxjerr dhe një urdhër për këtë. Dhe kam urdhëruar që asnjë mjek, asnjë profesionist nuk mund të lëvizi nga rrethi në të cilin ka kontratën e punës drejt Tiranës ose drejt çdo lloj rrethi tjetër, pra nuk mund të lihet i lirë nëse nuk vërtetohet nga spitali ku ka kontratën që është i panevojshëm për atë spital, sikurse ka spitale që kanë mungesë specialistësh, ka dhe disa spitale të tjera që kanë teprit specialistësh. Që do të thotë, nëse në strukturën e një spitali rajonal ka 5 ginekolog dhe atje janë 7, atëre 2 ginekolog janë të tepër dhe nuk kanë çfarë bëjnë, normalisht do të lihen të lirë, se ku do të gjejnë punë në tregun e punës, në sistemi publik apo privat, kjo nuk është çështja ime, është çështja e tyre. Por, në të njëjtën kohë, nëse në një spital nuk është plotësuar struktura dhe ka mungesë mjekësh, në asnjë rast, që nga momenti që unë jam ministër, nuk kam firmosur as edhe një dhe mund ta verifikoni, as edhe një rast që mjekët të lejohen të lirë pa patur konfirmimin e drejtorisë së spitalit që i ka lënë të lirë për arsye të mungesës së vendit të punës pasi struktura është e plotësuar. Këtë ju jap me garanci. Do të thënë unë po të shkoj në Tropoj. Çfarë ndodh? Ju lutem ta përfundoj. Ju lutem ta përfundoj. Megjithëse Gjirokastra është zona juaj. Ju lutem ta përfundoj. Edhe në Gjirokastër mund të ketë mungesë. Dhe nuk është se ky problem është i sotshëm. Është një problem i trashëguar. Megjithatë, ne përpiqemi që këtë problem ta minimizojmë, ta zbusim efektin e këtij problemi negativ që është sot në spitalet e vendit. Si do ta bëjmë? Jemi në kontakt me dekanatin e Fakultetit Mjekësisë, me cilin kemi rënë dakord, dhe me Ministrin e Arsimit, me cilin po ashtu kemi rënë dakord për të hapur, për të vënë në efekt kurrikulat e përshpejtuara, që do të thotë mjekët do të specializohen me kurrikulat të përshpejtuara. Nga 4 vjet specializime do të bëhen 1 ose 2 vjet, por do të jenë shumë më tepër intensive se që janë kurrikulat e sotshme që janë 4 vjeçare apo 3 vjeçare, dhe do të vinë kryesisht për këto kurrikula mjek të rretheve në të cilat ka mungesë mjek, për specialist dhe për specialitetet që kanë mungesë, jo për të bërë ndere për X apo Y person, por për të zgjidhur problemin e mungesës së specialistëve në spitalet tona. Dhe të jeni të bindur që me këto kurrikula të përshpejtuara, unë mendoj që në fund të këtij viti ky fenomen do të jetë i zbutur dhe më pas po ja them që mbas 2 vitesh ky fenomen nuk do të jetë më, nuk do të ekzistojë më i mungesës specialiste. Kështu e kanë zgjidhur dhe shumë vende të tjera që kishin të njëjtin problem. Nga ana tjetër, unë po këmbgul që të bëhet përsëri
konkursi që dikur bëhe, konkursi për specializantët, për specialitet, për specializim, të bëhet në rang rrethi, që do të thot rrethet që kanë nevojë për X specialitet, që kanë mungesë për specialist, të përfitojnë nga ky konkurs me kandidatët e tyre. Nuk është e thënë që të jenë patjetër nga i rreth, por këto specialist të shkojnë detyrimisht në rrethin përkatës. Dikush, pa dashur t'i përmend emrin, më tha është shkelje drejtave të njeriu dhe përgjigjja ime ishte: vërtet që mund të jetë shkelje drejtave të njeriut për një mjek i cili nuk shkon atje, por çfarë është për qindra dhe mijëra pacient që kanë të drejtë të kenë mjekun specialist? Pra, unë jam në favor të pacientit. Spotet publicitare kthehemi në pjesën e dytë. Jemi këtyre sërish transmetim të drejt për drejt në këtë ballafaqim të ministrit të shëndetësisë zotit Tavo me një panel gazetarësh. Zoti Vangjeli, vetëm pyetjen direkt, po. Pak më gjatë se pyetje, meqense për problemet e shëndetësisë nuk mjaftojnë disa net për të folur. Cilat janë problemet thelbësore të shëndetësisë? Unë besoj se janë financiare, të cilat nuk varen nga ju, por janë edhe të politikave të qeverisjes, pjesë të cilës jeni ju dhe që në shumicën e rasteve janë edhe budallaqe. Në programin e vitit 2009 u premtua që buxheti i shëndetësisë në fund të mandatit do të rritej me 60%. Nuk është realizuar, ka rritur deri në 32%. Dhe unë po ju jap një shifër. Projekt buxheti i vitit 2013 në krahasim me atë të 2009-s është vetëm 13% më i lartë. Pra, juve nuk keni paratë e nevojshme në dispozicion për ta bërë një gjë të tillë. Për t'ju ilustruar një gjë të tillë, kam një grafik të përgatitur që rrëfen shpenzimet publike për shëndetësinë në krahasim me prodhimin e brendshëm bruto. Kanë qenë në 2005 në 2,65%, pa ndërhyrjet e tjera, pa donacione dhe pa të çfarë paguajnë qytetarët. Jo, më falni, do dalit atje. Dhe në 2013 parashikohet të jetë vetëm 2,54%. Kjo është e para. Vetëm Lorenz, shkote pyetja direkt se po ju them pra, ju e mendoni që me këto para mund të bëni ndonjë punë? Po. Dhe e dyta, problemi i politikave për shëndetësinë. Në tetor të 2009-s janë rritur 4 deri në 5 herë tarifat e shërbimeve shëndetësore në institucionet publike shëndetësore. Për shembull, si mjek ginekolog, po ju them që një eko që bënte një grua atëherë, jo si mjek ginekolog. Po i drejtohem doktorit i cili ka fatin e keq që ka prepror një doktor tjetër që ka ruar zanatin. Kushtonte 500 lek, tani kushton 1.600 lek. Ekoja e thjesht, ajo që bëjnë gratë për ndjekin e shtatzanisë. Po kështu një vit më pas, ju vut të vëshën mbi ilaçet, u premtua shumë, u përbetuan të gjithë që nuk do të kishte rritje ilaçesh, në fakt çmimet e tyre të medikamenteve që përfundojnë ke qytetari janë rritur. Paguajnë më shumë shqiptarët tani për të marrë të njëjtin shërbim. Po, çmimet, atëre. Buxheti dhe çmimet. Për buxhetin unë besoj se u bëra i qartë. Vërtet, buxheti i shëndetësisë nuk është një buxhet i bollshëm. Edhe në vendet e zhvilluara, buxheti i shëndetësisë në asnjë vend, as në Amerikë nuk mund të thotë ministri i shëndetësisë që kam buxhet të bollshëm dhe mund të realizoj gjithë ose të plotësoj gjithë nevojat që ka sistemi shëndetësor. Kuptohet në Shqipëri, në vendin tonë, ky është një problem i cili nuk është zgjidhur akoma dhe nuk besoj se mund të zgjidhet shumë shpejt çështja e buxhetit. Është e vërtet, sikur se thatë dhe ju, e para njerë janë mundësit për mua, e dyta është çështje politikash. Por, gjithmonë shëndetësia është parë si prioritet nga kjo qeveri. Ajo rritje që ju thatë është ashtu dhe vetë e korrigjuat në mos gaboj duke thënë që ky është financim i brendshëm, duke mos parashikuar financimin e jashtëm, pra investimet nga donacionet, dhe duke mos parashikuar të ardhurat që vinë nga kontributet e skemës së sigurimeve shëndetësore, që do të thotë, këto të ardhura janë rritur ndjeshëm dhe besojmë që këtë vit, duke qenë se hyn në fuqi ligji i ri për sigurimet shëndetësore, ku këto instituti sigurimeve shëndetësore kthehet në fond,
sigurimeve shëndetësore, dhe duke qenë se do të shtrihet skema e sigurimit jo vetëm tek operatorët publik, pra tek sistemi shëndetësor publik, por edhe tek ai privat, numri i kontributorëve në këtë skemë sigurimi do të rritet ndjeshëm dhe si rezultat i rritjes së këtij numri rritet edhe financimi, le ta quajmë, për shkak të kontributeve ose të financimit nga vetë kontributorët në sistemin e shëndetësisë. Ta sfidoj optimizmin tuaj me skepticizmin tim, zoti ministër. Që do të thotë. A di sa janë kontributorët në këtë skemë që thonë ju? Unë e di shumë mirë sa janë dhe e di shumë mirë se sa parashikohet, e di shumë mirë se sa parashikohet për vitin 2013 që ashtu sikur se e theksova hyn në fuqi ligji i ri për sigurimet shëndetësore në muajin mars. Muaji mars dhe në vazhdim do të ketë një rritje të ndjeshme të kontributorëve në skemën e sigurimeve shëndetësore, duke mbuluar nga ana e buxhetit të shtetit, nga ana e qeverisë, të gjithë ata të cilët e kanë të pamundur që të derdhin sigurimet shëndetësore dhe këto mbulohen nga ana e qeverisë. Po e ritheksoj për të disa të herë dhe unë nuk e di ku doni të dilni duke përmendur përsëri buxhetin. Po, ka nevojë shëndetësia shqiptare për shumë më tepër buxhet. Është një shtet që e shpërdoron paran e derdh atje ku nuk duhet dhe atje ku e kërkojnë qytetarët, sepse betejë për jetën dhe vdekjen atje është. Unë besoj që nuk duhet asnjë qeveri është thjesht e pandjeshme dhe nuk do të jetë qeveri, qoftë kjo e majt apo e djathtë, nuk do të dëshironte që të mos investonte në shëndet dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Zoti ministër, investon, por duhet parë dhe mundësit reale që kemi. Kam një pyetje që ju më thatë që ai që nuk është i siguruar paguan në sportel dhe pastaj merr shërbimin shëndetësor. Ndërkohë më njoftojnë që ndryshimi midis siguruarit dhe të pasiguruarit është vetëm 3.000 lekë të reja. Pra paguan 30.000 lekë të vjetra dhe merr të njëjtin shërbim që mund të kushtojë edhe 1 milion. Varet për çfarë shërbimi bëhet fjalë. Sepse jo, nuk është e vërtetë që mund të marrë të gjitha shërbimet me 3.000 lekë. Nëse njëri është fare i pasiguruar dhe do kryej një operacion të madh në zemër, sa paguan? Nuk është e vërtetë. Paguan koston për Unë nuk e di koston sepse po e paguan sipas shërbimit koston apo çdo shërbim unë nuk e kam të qartë realisht, por sepse akoma shumë shërbime që ofrojmë akoma nuk është se janë përfunduar gjitha paketat, jemi duke punuar pikërisht pra pagesën e bën sipas shërbimit që merr. Padyshim që pagesa është sipas shërbimit që merr. Për shembull, nëse një pacient do të paraqitet në një qendër spitalore për të bërë thjesht një vizitë mjeku, ka një tarif të caktuar, nëse do të kërkojë një numër ekzaminimesh tjera ka një tarif tjetër, dhe nëse do të kërkojë një ndërhyrje kirurgjikale ose çdo lloj ekzaminimi tjetër, padyshim që ka një dhe një pyetje në këtë logjik. A ka mjekime ose po e quaj mjekim ose ndërhyrje që nuk kryen në Shqipëri? A ka. T'ja plotësoj Blendi si jam në... Dhe një person që mund t'jeti siguruar dhe nuk i kryet ky shërbim, si vepron? T'ja plotësoj këtë Në rastin konkret, mund të them që po ka shërbimet cilat mund të mos kryen në sistemin publik shëndetësor, por që sistemi privat shëndetësor është një sistem në rastin konkret plotësues i sistemit publik, që plotëson dhe ato që nuk kryen publik? Ato që nuk kryen në sistemin publik. Ndërkohë që mbas muajit mars, kur hyn në fuqi ligji i ri për sigurimet shëndetësore dhe që këto sigurime do të kenë të siguruar ose do të kenë kontrata dhe me këta operator privat në fushën e shëndetësisë, atëre përveç se ky sistem privat do të jetë komplementar, një person mund të shkrojë si të privati, si të publiku ku të dojë, mjafton të ketë kartën? Pikërisht këtu do dalë, mjafton të ketë kartën që është i siguruar për shërbimet. Ju lutem. Ju lutem, mundem të përfundoj dhe pastaj mund të bëni çdo lloj komenti. Pra, sistemi privat sot, spitalor po e marrim, është një sistem plotësues komplementar i sistemit publik, por mbas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për sigurimet shëndetësore, ku sigurimet shëndetësore do të hyjnë në tratativa kontraktuale me sistemin, me operatorët
privat, atëre sistemi privat përveç se do të jetë sistem komplementar, do të jetë dhe kompetitiv, konkurus. Dhe do të nëzisi, do të jetë nërkohë, në të njëjtin kohë do të jetë edhe nëzitës i sistemit publik për të përmirësuar veten. Dhe as pak nuk mund të pranoj që ne, ose kjo është bërë për të falimentuar sistemi publik. Po ju them, e njëjta skem ka funksionuar në pjesën ndërmuese të vendeve. Po kush shkoi në spitalin publik nëse kjo parazohet? A mund të përfundoj. Dhe jo vetëm që nuk kanë falimentuar spitalet publike, por përkundrazi janë nxitur, kanë përmirësuar veten, kanë përmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve dhe normalisht kanë dalë edhe më të fortë nga kjo konkurrencë. Më fal, zot ministër, të përfundoj ju lutem. Mos harroni që ato spitale private që janë në vendin tonë, po jo vetëm në vendin tonë, dhe në vende tjera kur janë hapur spitalet private, kanë filluar aktivitetin e tyre sikurse në vendin tonë me pjesën ndërmuese mjekët tanë, pra janë profesionistët tanë. Mjekët tuaj shkojnë nga spitali publik te privati? Ju lutem. Janë profesionistët tanë, ose mbasorarit zyrtar mund të jenë dhe kështu si shtoni ju, të jenë të dy punësuar, ose mjekë të cilët kanë preferuar të zgjedhin privatin në vend të publikut dhe që po ju them edhe këtë tjetrën. Sot kisha në zyrë 2 mjekë të cilët kanë ardhur me kërkesën që duan të rikthehen spitaleve publike dhe duan të largohen nga një spital që nuk duat të përmendemin, nga një spital privat. Pra, mendimi se iniciativa private mund të pengoj ose të falimentoj publiken është një mendim i vjetëruar. Unë nuk jam nga ta që e quaj, por mund t'ja them në një mendim komunist. Unë nuk e kam parë asnjëherë sistemin privat si një problematik e sistemit shëndetësor. Përkundrazi e kam parë si një sistem që mund të plotësoj sistemin publik, sikur se ndodh në të gjitha vendet e botës, dhe si një sistem që mund të jetë edhe konkurrues, që do të na nxjisi që ne sistemin publik të përmirësojmë veten, të rrisim cilësinë dhe sigurinë e shërbimit ndaj qytetarëve tanë. Dializën e bëni ju në spitalet publike? Atëre. Dializën. Do ja them. Atëre, pse pyetja pas dializës është, pse orientohet dializa tek spitalet private sot, në këtë moment? Pse ju me parat e shtetit paguani spitalet private që njerëzit të bëjnë dializa? Mundet t'ju ja përgjigjen, është parë që numri i pacientëve që ka vendi ynë Shqipëria, që ka nevojë për dializë, është rreth 600 veta, që sistemi shëndetësor publik nuk ka mundësi që të përballoj këtë fluks pacientësh, nevojat e këtyre pacientëve, dhe që për të mbajtur një cilësi, që një standard të kërkuar... Ju lutem. Kush i paguan? Ju lutem. A i paguan buxheti? A mundem. Buxheti i paguan? A mundem. Pra, për të mbajtur një standard që kërkohet nga ana e Ministrisë Shëndetësisë, atëre këtu vjen dhe përgjigja juaj, që ne shikojmë sistemin privat si plotësues, duke mos hequr dializën nga sistemi publik, por në ato raste në cilat ne nuk kemi mundësi si rezultat i fluksit të madh, i numrit të madh të njerëzve që ka nevojë për dializë, ku është e keqja, që ne e çojmë dhe tek privati, ndërkohë që më pyesni kush i paguan. Te cilat spitale? Në ato spitale të cilat kanë qendër dialize, dhe po ju them në ato spitale që kanë qendër dialize të kontrolluar dhe të lejuar, të licencuar nga Ministria e Shëndetësisë. 2 spitale kanë qendër dialize të kontrolluar? 2 spitale kanë qendër dialize, të 2 spitalet kanë përfituar nga kjo dhe ne nuk bëjmë këtu seleksionim njëri apo tjetri spital. Në fundit, përveç se kanë të 2 spitalet, shërbimi i dializës tenderohet, nuk jepet kështu. Lorenz, si a japim kujdo spitali. Më falni, mund të flasim. A marrim gjithë spitalet që kanë qendër dializë? Dua të them edhe diçka për këtë çështje, sepse është shumë e rëndësishme, besoj, për të gjithë ata që na dëgjojnë, por sidomos është shumë e rëndësishme për ata që janë të sëmur me insuficiencë renale. Në vitin që jemi, pra 2013, qeveria shqiptare ka miratuar një fond të veçantë për një numër të konsiderueshëm pacientësh që do të shpëtojnë përfundimisht nga skema e dializës, sepse
në vendin ton këtë vit do të kryen transplantet, do të instalohet përfundimisht shërbimi i kryes transplantit të veshkave në vendin ton dhe që fillon nga muaji mars dhe në vazhdim pasi i lutem kur thoni kur, u miratua buxheti para 15 ditëve, 20 ditëve hyri në fuqi. Çfarë prisni ju që unë? Pra, në muajin mars dhe në vazhdim një numër pacientësh që do të konsiderohen në listë prioritare nga ana e shërbimit të nefrologjisë shqiptare do të futen në radhën jo të pritjes, po në radhën e pacientëve që do të përfitojnë nga transplanti i veshkave në vendin tonë më në fund. Spotet dhe kthehemi pastaj pjesën e tretë. Fillojmë me ju. Sërish për pjesën e tretë të emisioni, një ballafaqim i ministrit shëndetësisë Zoti Vangel Tavo me një panel gazetarësh. Zoti Vangeli, se kemi 10 minuta kohë për të kaluar kohën. Skema e re sigurimeve shoqërore, çfarë parashikon për shëndetësore? Çfarë parashikon për pjesën e varfër të qytetarëve shqiptarë, të cilët bëjnë edhe shumicën, të papunë, pensionistë, ata që jetojnë me asistencë e para. Domethënë që realisht nuk i kanë këto para për të paguar. Ju thash që në Shqipëri janë vetëm 460.000 qytetarë që paguajnë, dhe në fshat, ku banon gjysma e popullsisë, janë vetëm 56.000 fermerë të cilët paguajnë sigurime shëndetësore. E dyta, mendoni se kjo skemë është ndërtuar në mënyrë të gabuar dhe kokë përmbys, që do të thotë, për një pagë që quhet e lartë deri në 80.000 lekë në muaj, paguhet 1.7% kontribut dhe mbi të nuk paguhet. Që do të thotë, kryeministri i vendit paguhet 1.7% deri në pagën 80.000 lekë. Ky është projekti juaj. Ndërkohë që çfarë është mbi këtë kufi nuk paguhet. Që do të thotë kryeministri i cili merr diku ke 2 milion, i bie të paguaj rreth 0.6%. Si për të bërë pjesë e kësaj skeme. Ju që pagueni diçka më pak, shkoni diku ke 0.9. Nuk e kuptova, jeni kundër taksës progresiste? Jo, kjo nuk është taksa progresive. Kjo nuk është taksa progresive. Kjo është taksa regresive. Po bëni një konvertim. Më falë. Që e thënë me fjalë të tjera, kush paguhet më pak, paguhen më shumë. Në skemën tuaj. Kryeministri që ka rrogë më të lartë, paguan më pak pra. Jo, s'është e vërtet. Nuk është e vërtet. Në përqindje është më shumë, nuk është e vërtet, por le di kthemi 1.7 dhe 0.6. pyetjes dhe po ju them. Ashtu sikur se deri tani ka funksionuar skema e sigurimeve shëndetësore, nuk sjell ndonjë ndryshim në thelb. Kjo skemë për shtresat në nevojë për pensionistët të cilët automatikisht janë të siguruar, për studentët, për fëmijët deri në moshën 18 vjeç, për gratë shtatzëna, dhe për gjitha shtresat e tjera, që mos i përmendim një nga një, cilat janë në nevojë dhe konsiderohen si shtresa që automatikisht nga kontributi i buxhetit të shtetit në këtë rast dhe nga kjo skem ka në vetvete solidaritetin, nga solidariteti i kontributorëve me njëri tjetrin, se ky është thelbi i skemës së sigurimeve shëndetësore, të gjithë do të konsiderohen të siguruar dhe nuk do të ketë dhe të gjithë do të marrin të njëjtin shërbim. Në rastin kur, në rastin kur, padyshim që do ta marrin shërbimin gjitha shtresat. Por nuk paguhen sipas mundësisë. Në rastin kur nga marsi dhe në vazhdim do të hyjë në fuqi ligji i ri i sigurimeve shëndetësore, kur sigurimet shëndetësore do të kontraktojnë tashmë me spitalet, me që flasim për spitalet, por nuk bëhet fjalë për vetëm për spitalet, dhe për klinikat private. Për disa shërbime, jo për të gjitha shërbimet. Mos mendoni se çdo shërbim do të ketë mundësi që të kontraktohet nga sigurimet shëndetësore për ta marrë në spitalin privat. Në rastin konkret, një nga shërbimet që mund të kontraktohet është dializa, por do kontraktohen edhe shërbime të tjera, të cilat do të mbulohen në varësi të kostos që ka secili shërbim, do të mbulohen nga sigurimet shëndetësore dhe atje ku kosto është e njëjtë në spitalin privat dhe spitalin publik? Prandaj po them, në bazë të kostos, sepse sigurimet shëndetësore ka një kosto fikse plotësojnë në spitalin publik 100% të
mjekimit të kostos, ndërsa, kur vjen puna tek spitali privat, unë spitalit privat, iniciativës private nuk mund t'i përcaktoj unë çmimin e çdo egzaminimi apo të çdo trajtimi. Kam privata ata, po ju sa do paguajnë? Ne në bazë të kontratës që do të bëhet, ne do të mbulojmë atë pjesë për publikun. Pra, një qytetar është i mbuluar, ai që ka paguar sigurimin shëndetësor, e ka të mbuluar 100% kostën e mjekimit spital. Në qoftë se ai do zgjedhë të shkojë në një spital privat, i jepet kaq financim, pra vetëm sa ajo që paguhet në shtet. Në qoftë se atje është kosto më e lartë, i paguan nga xhepi vetëm. Në varësi të shërbimit që ofrohet dhe të shërbimit që kërkohet. Në varësi të kostos që ka vendosur Instituti Sigurimeve dhe Kujdesit Shëndetësor për të mbuluar pra e vendos Instituti Sigurimeve se sa shkosto. Padyshim për një shërbim të caktuar, sepse ne nuk mund të shkojmë të paguajmë një ndërhyrje kirurgjikale që në shtet bën, po e them, 1.000 euro, ndërkohë që privati thotë unë dua 3. Atere, ndryshe do të ndodhte ajo që tha pak më përpara zonja Basha, që konkurenca do të sillte falimentimin e spitalit publik. Por jo, pikërisht kjo që ka ndodhur dhe në vendet tjera, po e ritheksoj, do të ndodhi edhe këtu në financimin tashmë ose në kontraktimin tashmë të Institutit Sigurimeve me iniciativën private, spitalet private. Si po reduktoni shtretrit në QSUT, reduktoni me 20% shtretrit, ndërkohë që rendimentin ata e kanë me 85%. Pikërisht, reduktimi i shtretërve në QSUT shkon paralel me kosto eficiencës së një shërbimi, me shfrytëzimin e shtratit në çdo shërbim. 85% është një shifër e jashtëzakonshme. Sikur se ju thoni që ka shërbime që në QSUT që kanë shfrytëzimin edhe 95% dhe 97%, ashtu ka dhe disa shërbime, pavarësisht se flasim për QSUT-ën, që mund ta kenë shfrytëzimin e shtratit edhe 30 dhe 40%. Pra, ne kemi marrë një vendim në bordin e QSUT-s për të bërë një reform në QSUT. Ashtu sikur se thatë ju, reform pikë pari me numrin e shtretërve, me kosto eficiencës, me shfrytëzimin e shtratit, që vendosëm të ulet nga 1470 shtetër në QSUT, duke ju referuar shfrytëzimit të shtratit dhe të kosto eficiencës, të vim tek një numër 1195-1200 shtetër, që do të thot atje ku shfrytëzimi i shtratit është 97%, askush nuk tha që ne do prekim shtetër. Por atje, nuk duat të përmend shërbime konkrete, unë mund t'i përmend se i di gjitha sot, por atje, përfundoj, atje ku shfrytëzimi i shtratit është 40%, që do të thot, nëse unë kam 100 shtetër, shfrytëzoj 20, 60 shtetër, përse duhet i mbaj? Sepse çdo shtrat ka një kosto më vete. Do të thot që unë do të mbaj personel për atë shtrat, do të thot, do me thënë, është për çdo shtrat, se cili shtrat ka një kosto, për cilin ne nuk mund ta mbajmë. Zotë Ministar, kam vetëm 2 pyetje. E para, kam të gjuar, po them në thonjza, thashe theme nga mjekët, sidomos në QSUT, do të thënë janë mjekët që flasin, që po bëni një reform, sidomos për çështjen e shërbimeve në QSUT, pra jeni duke hequr ca drejtorie, ca shërbime etj. E para, a është e vërtetë apo jo? A ka ndodhur kjo apo jo? Dhe e dyta, kjo është shumë populiste, Zotë Minister, një sekond, po ja o bëj pyetjen. Sa e dyta, pastaj përgjigjen e vet. Për sa kohë që ju jeni minister, kemi 12 qarqe, në sa spitale ju keni bredhur vetë personalisht si minister, pra flasë në Tropoj, Gjirokastra se është zona ju elektorale, në sa qarqe keni qenë, në sa qarqe dhe si e evidentoni ju gjendje në spitale. Se mund të mos keni shkuar asikundi dhe pusni vetëm me letra. Për te thashe themit, po një provë e vërtet. Besoj se janë rreth 60 shërbime në QSUT, të cilat ju do t'i reduktoni në 20-25 në mos gaboj. Është informacioni sakt? Atere. Flasin mjekët se do ikin nga puna, përtaj. Atere. Kam përshtypjen që ajo që ju keni dëgjuar, mjekët e kanë përcjellë jo si thashe them, por si arikë për ta.
Pse e them këtë gjë? Ne kemi ndërmarrë një reform, ashtu sikur se përmenda Shtretërit, po ashtu në bordin e QSUT-s është ndërmarrë një reform për ristrukturimin e shërbimeve në QSUT, që do të thotë, nëse disa shërbime janë krijuar për disa emra të veçantë, sot shërbimet që po krijohen ose që po ristrukturohen, po krijohen për të rritur eficiencën e atij shërbimi, e para, dhe e dyta, që është më kryesorja, duke rritur eficiencën dhe duke menaxhuar më mirë shërbimin, duke përfunduar me reformën e shërbimeve e të ristrukturimit të shërbimeve, në fund fare të jeni të bindur që kjo do të ndikojë shumë pozitivisht në rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve shqiptar. Mund të përfundoj, do të përfundoj kjo me një rritje të ndjeshme të cilësisë dhe të sigurisë së shërbimit ndaj qytetarëve. Ajo që unë, si ministër shëndetësie, por jo unë vetëm, bordi i qendrës spitalore universitare, nga i cili kam gjetur konsensus, po e them prap, konsensus, jam grindur goxha dhe do të vazhdoj të grindem me cilin do i cili do të përpiqet që të pengojë reformat në sistemin shëndetësor. Po ju them, kam gjetur konsensus të qeverisë shqiptare që miratoi vendimin e Këshillit Ministrave për reformën në QSUT, kam gjetur konsensus të 4 vetave nga 5 që janë në bord, por mund t'ju them që nga të 5 kam gjetur konsensus ku erdhi puna në fund, megjithatë mbas debate si shtatë ju, dhe ne po ndërmarrim një reformë që është historike në QSUT. Po sjellim QSUT-n në një strukturë shumë mirë të organizuar dhe një strukturë shumë mirë të menaxhueshme. Që do të thotë, në fund fare, mbas përfundimit të kësaj reforme, ajo që thash pak më përpara, mirë menaxhimi i fondeve dhe i financimeve, do të përfundoj duke, ju lutem, do të përfundoj duke çuar fondet në dorë të shefit të shërbimit. Do të jenë shefat e shërbimit ata që do t'i menaxhojnë vetë fondet dhe jo drejtorët e spitaleve, sikur se ndodh deri më sot, sepse është normale të ndodhi, sepse nuk mund të copëzoj unë fondin, buxhetin e QSUT-s në 67 shefa shërbimesh, që në fundit çfarë janë këto shefa shërbimesh. Rasti konkret, pediatria. Po të gjithë e dim që pediatria një është. Pse duhet të kemi në pediatri 9 shërbime? Ose marr obstetrik ginekologjin. Po kush nga populli, por dhe nga mjekët, nuk e di që obstetrik ginekologjia një është, materniteti është një. Pse duhet kemi që brenda maternitetit, në një maternitet të kemi 4 shërbime dhe në tjetrin maternitet 4 të tjera, ndërkohë që një është shërbimi obstetrik ginekologjisë dhe që njihet botërisht një. Pse ne duhet kemi eksperimente? Unë nuk bëj eksperimente, unë po bëj një reform. Keni gjetur departamente për shefa? Atere, kjo është bërë, jo sot, jo dje, është diçka që ka ndodhur me kalimin e viteve dhe është e vërtet, që në disa raste është bërë për të plotësuar, e kam thënë publikisht dhe po e them prap, për të plotësuar qefin, dëshirën e X-it e Y-it për ta bërë shef. Prap do të jenë shefa. Nuk se është se do unë do të heq titullin shef, por shef shërbimi një do të jetë për çdo shërbim. Të tjerët do të jenë shefa klinikash dhe shefi shërbimit që nga momenti, ju lutem përfundova, që nga momenti që shefi shërbimit bën kërkesën për shërbimin e vet, për nevojat që ka, dhe ministri i shëndetësisë, cili do qoftë ai, i plotëson këto kërkesa për nevojat, lidhur me nevojat që ka, atëre ministri i shëndetësisë, drejtori i spitalit, bordi i QSUT-s ka të drejtë t'i kërkojë llogari këtij shefit shërbimit për mos plotësimin e asaj performance të kërkuar nga ana e bordit QSUT-s apo të ministrit të shëndetësisë. Dhe atëre përgjegjësia do të jetë direkte për atë shef shërbimi dhe jo si sot që përgjegjësia është jetime. Sa spitale qarqesh keni vizituar personalisht? Atëre, të vi tek pjesa te pyetja e dytë. Unë kam qenë deri më sot, e nisim nga Veriu, në Kukës. Vazhdojmë në Gjirokastër, nuk ka pse ta diskutoj. Kam qenë në Korçë, kam qenë në Pogradec, kam qenë në Vlorë, jo një herë, 2-3 herë. Kam qenë në Sarandë, kam qenë në Durrës, kam qenë në
Nuk është e thënë Ju lutem, me që më pyetët konkretisht, ju lutem, unë kam vetëm 6 muaj ministër dhe kam vajtur mbi të pak në spitale rajonale, mundem të përfundoj, ju lutem, unë në jetën e përditshme nuk ju njoh kaq grindavec, ju lutem të përfundoj. Atëre, unë kam qenë në disa spitale rajonale, por kam ndërmarrë një iniciativë. E kam bërë publike kur e nisa me vizitën e para 4 ditëve në spitalin e Vlorës, kur bëra analizën e spitalit të DSHP-s dhe të spitalit psikiatrik të Vlorës, analizën vjetore. Dhe kam thënë, ministria, edhe në Shkodër kam qenë dhe në Durrës kam qenë. Ose nuk është detyrë të rrish në takim, ta përfundoj. Atëre, e kam thënë që viti 2013 për Ministrin e Shëndetësisë, për drejtoritë e Ministrisë Shëndetësisë, për stafin e Ministrisë Shëndetësisë, është quajtur viti i shëndetësisë. Dhe në këtë kontekst, unë si Ministrë Shëndetësie ka ndërmarrë një iniciativë që të shkoj në të gjitha spitalet e vendit, duke u nisur nga Tropoja që do të jem pas nesër, ditën e premte, duke vazhduar me Kuksin dhe Dibrën ditën e shtunë, dhe duke kaluar në Sarand dhe nga Kuksi në Gjirokastër. Pra do të vizitoj personalisht të gjitha spitalet për të parë nga afër problematikën që kanë spitalet, për të bashkëbizetuar me bluzat e bardha dhe për të zgjidhur problemet e qytetarëve shqiptarë. Kanë këto spitale që keni parë se... Janë spitale moderne, mos mendoni, janë shumë të mira, po një minutë për ata thotë, a e pyet për problematikën, pse i bën koment? Po ju them, kemi spitale në vendin tonë që nuk kanë asgjë më pak se çka që SUT-ja. Është spitali i Durrësit, është spitali i Kavajës, është spitali i Vlorës, është spitali i Korçës, është spitali i Beratit, janë shumë spitale, është spitali i Shkodrës, është spitali i Elbasanit që përfundon etj. Kemi spitale, ju lutem, kemi spitale, po e them, kemi spitale siç është spitali i Fierit, që padyshim që nuk mund të them se është në nivelin e këtyre spitaleve që unë sapo përmenda, që ka nevojë për ndërhyrje në infrastrukturë. Nuk e diskutoj, por ama mos harrojmë që nuk ka spital sot rajonal në të cilin nuk janë instaluar e gjithë teknologjia diagnostikuese moderne e kohës. Sot, dhe duke përfunduar me plotësimin e teknologjisë pra të mjeteve diagnostikuese dhe trajtuese, së bashku me plotësimin e kapaciteteve njerëzore pra të specialistëve dhe së bashku me instalimin e telemjekësisë që është instaluar në 6 rrethe, në 6 spitale rajonale dhe 2013 përfundon gjithë rrjeti kombëtar i telemjekësisë, ne do të arrijmë që niveli i shërbimit, i cilësisë, por edhe i sigurisë së shërbimit të jetë i njëjtë në të gjitha spitalet e vendit dhe të mos kenë më nevojë pacientët ashtu sikurse sot nuk ka nevojë më pacientët për të bërë skaner, të vinë nga Gjirokastra për ta bërë në Tiranë, por e bën në Gjirokastër, e nxjerr diagnozën në Gjirokastër dhe nëse një diagnozë është e vështirë për të vendosur nga mjekët specialistë që kemi në Gjirokastër, atëherë nëpërmjet telemjekësisë, mjeku i Gjirokastrës në kohë reale hyn në kontakt me mjekun e QSUT-s, me specialistin e QSUT-s dhe po në kohë reale vendoset diagnoza, vendoset dhe skema e mjekimit të këtij pacienti. Kështu që unë mendoj që jemi jo në rrugë të mbar, por kemi bërë hapa shumë të mëdha gjigande në fushën e shëndetësisë. A ka nevojë? Po, ka nevojë akoma dhe ne për këtë po punojmë. Lorenz, shpejt. A ka ndonjë projekt për heqjen e TVSH-s mbi Barnat, që tham ka rritur çmimin e medikamentit kur arrin ke qytetari? Atëre, besoj që nëse më keni ndjekur me vëmendje, sidomos në procesin e votimit në parlament, unë kam qenë nga deputetët dhe forca ime politike. Keni qenë kundër? Ashtu, bravo. Dhe forca ime politike që ka votuar kundër. Kuptohet, unë përfaqësoj një forcë politike që mbështet shtresat e varfra, shtresat nevojë, mbështet këtë kategori sociale në të cilën ka dhe mbështetjen kjo forcë politike. Dhe ne pikërisht, ju lutem, ne jemi sot, unë si Ministrë Shëndetësie, jam sot në këtë qeveri dhe detyrimisht po zbatoj programin që në shëndetësi është një program i cili është pjesë e programit dhe Televizja Socialiste për Integrim që unë përfaqësoj, por kjo nuk do të thotë
nuk do të thotë që vizioni i lëvizjes socialiste për integrim përputhet plotësisht me çdo forcë tjetër politike. Neve në shëndetësi të paktën për 4 vite që lëvizja socialiste për integrim drejton këtë sektor dhe jo vetëm këtë sektor, duket qartë arritjet, duken qartë zhvillimet në sektorin e shëndetësisë. Nuk duken na qartë, po megjithatë kjo është tjetër histori. Mund të duken edhe më qartë, mund të duken dhe më qartë, po mos harroni që ka vazhdimsi. Më falni pra. Ministri juaj bëri rritjen e tarifave të shërbimit. Nuk e ka bërë ministri, nuk e ka bërë ministri im, ministri i forcës së Këto janë politika qeveritare, nuk janë politika e një personi. Dhe po ju them kemi votuar kundër. Ne edhe ministra që jemi e kemi treguar, edhe kolegët e mi që janë pjesë e grupit parlamentar të forcës time politike, mos mendoni se të rriqemi ose na tërheq njeri, jemi të pavarur në vendimarrjen tonë kur preket qoftë edhe pak programi i forcës tonë politike. Kemi qenë koherent në qëndrimet dhe vendimet tona. Do vinë vetë për programin Keni $20 milion borxh vetëm në QSUT për ilaçet e marra dhe të papaguara. Keni ndonjë ide, ndonjë plan se si mund të paguen këto, sepse kam përshtypjen sepse gjithë sistemi mund të jetë në kolaps. Me që më pyetët keni $20 milion, kjo është e vërtet. Po janë euro. Kjo është e vërtet. E kisha fjalën për QSUT-n apo jo? E pra për QSUT-n. QSUT-ja është dollar. Atëre, me që më pyesni, mund t'ju pyes me që e dini, me siguri e dini, sepse përderisa ma thatë shifrën, mos e dini se që kur ka filluar ky borxhi në QSUT? Pikërisht pra, ka rreth 4 vjet që është akumuluar. Pikërisht ky borxh është krijuar nga problemet që ka pasur në financimin e sistemit ton dhe nga nevoja gjithmonë në rritje. Nga nevoja gjithmonë në rritje për buxhet. Pse ndodh, unë e kam analizuar dhe tjetër dhe nuk e di nëse kemi kohë. Mund të them me pak fjalë. Ajo ka ndodhur sepse një numër pacientësh ose fluks pacientësh nga rrethet vinë trajtohen në Tiranë në mënyrë jo të domosdoshme, jo të nevojshme. Dhe për këtë unë disa herë kam deklaruar, kam kërkuar llogari, kam ngritur një grup që vitin 2012 do më sjellin raportin cilat janë ato ndërhyrje të cilat mund të kryeshin shumë mirë në spitalet rajonale dhe që në fakt kanë ardhur në Tiranë në mënyrë jo të domosdoshme, po e them, jo të nevojshme, dhe do të nxjerrim në fund fare edhe vlerën e këtyre ndërhyrjeve që janë kryer në QSUT, po që në fakt duhet të kryeshin në spitalet rajonale, dhe kjo vlerë do të jetë në ngarkim të atyre spitaleve që do të thotë, do të ulet buxheti i atyre spitaleve dhe ky buxhet do t'i vi qendër spitalore universitare Nën Tereza. Dy pyetje, një pak më profesionale, një vëzhgim personal. E para, si kontrolloni ju gabimet e mjekëve? Si verifikoni se më thonë që nuk bëhet më autopsia në spital? Absolutisht që bëhet autopsia në spital, që nuk bëhet. Por çfarë ndodh? Ka raste në të cilat familjarët këmbgulin që mos të kryet autopsia, kuptohet, jemi në një vend që nuk e din, duhet ta pranojmë këtë gjë, nuk jemi të qartë për rëndësinë e autopsisë. Megjithatë, në pjesën dërmuese të rasteve, autopsia kryet në çdo spital dhe nxirret shkaku i vërtet i vdekjeve. Por nuk është vetëm kjo mënyra e kontrollit të gabimeve mjekësore. Ka shumë mënyra me të cilat Ministria e Shëndetësisë monitoron aktivitetin mjekësor dhe në fund fare nxjerr dhe rezultatet, konkluzionet dhe merr dhe masat përkatëse. Dhe një çështje që lidhet me perceptimin e parë që shumë njerëz kanë në spital, ndërkohë që spitalet private duken shumë mirë nga ana e rregullit, se bëhet fjalë për një gjë ku nuk kërkon shpenzime të mëdha, ndërkohë që spitali publik për një pacient ka 30 familjarë që rrotullohen për korridore dhe krijohet një kaos i plot. Nga se vjen? Çdo vend botës që hyn ka një sallë pritje ku rrin familjarët, brenda spitalit hyn smurët. Këtë gjë besoj keni vënë re dhe ju. Mendoj që arsyet janë komplekse. Arsyeja kryesore është çështja në përgjithësi, domethënë, është çështja e problematikës së infrastrukturës, sidomos në godinat në spitalet e vjetra. Nëse do ta shikoni në spitalin në godinën e re të QSUT-s, është vendosur një rregull
përsa i përket qëndrimit të familjarëve, ka një sallë pritje, si shtoni dhe ju, ku presin familjarë, dhe në ato spitale që janë rekonstruktuar. Por, se rezultat, sidomos në QSUT, se rezultati fluksit të shtuar të pacientëve në urgjencën e QSUT-s mund të vjetre edhe një fluks familjarësh që qëndrojnë në për ambjentën në cilat realisht nuk duhet të qëndrojnë. Por është ky fluks i shtuar, cilin ne mendojmë që shumë shpejt me ndërhyrjen që do bëjmë në urgjencën e QSUT-s, shumë shpejt ky fluks të bie, të rregullohet dhe nuk do të ekzistojë ky problem. Megjithatë, unë nuk do ta quaja këtë problem si Jo, kjo është vëzhgim, nuk është çështje për perceptim e keq. Por, çdo pyetje që vjen me SMS bëhet. Nëse shikoni që spitalet private janë ashtu, mos harroni që spitalet private nuk ta le të përgjigjet tani. Çdo pyetje që cilën me SMS bëhet pyetje tani për. Kanë kohë që specializimet, kanë vite që specializimet e studentëve nuk bëhen. Do fillon apo jo? Nuk kanë vite, kanë vetëm 2 vjet, 1 vit e gjysmë. Dhe Ministria e Shëndetësisë ka miratuar kuotën. Studentët e duan. Ka miratuar kuotën, ja kam nisur Ministrit të Arsimit, pres miratimin nga Ministria e Arsimit dhe më pas do të shkoj për vendim qeverie dhe shpresojmë që në mars të hapet cikli specializimeve. Zoti Tavo, faleminderit zonja Basha, zoti Vangjeli, do rishihemi sërish nesër në mbrëmje në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim.